përvoja? Përvoja nuk ka qenë edhe shumë e mirë. Jo. Në mëj me thonë 70% nuk ka qenë e mirë përvoja, për shkak që është dasht mas pari disa mjekve edhe motrave mi u dhanë pare. Po. Për me ardhë me lind aty, gjatë që krejt nanat këto e din, edhe zogjt në QKUK që rinë aty e din. Edhe, se s'po du me gjatë shumë, po du me qenë sa ma... Jo, problem, më thuaj, pas atyre të hollave ka ndru të pak të në qasja e motrave, doktorve? Tash, po du me dalë këto. Qasja e doktorave ka ndryshu pak, ka ndryshu, e ka kry qatë lindje as doktore nuk ka qenë aty me kry atë lindje, po e ka kry lindjen njona prej motrave, a i veç ka këqyrsh aty. Mas pare, femnat që shkojnë me lind në QKUK, tash ka ndryshu situata, po flas para 12 vjetëve. 12 vjetë, tash me pashkune me lind në spital privat, nuk e di që shkish qenë situata, sa atëherë e dini edhe ju vetë ndoshta që ma herët kur ke shku me lind në privat, kanë këthy prej privatit, kanë këthy në QKUK, se nuk i kanë pas mjetët e duhura, ku ta diune. Edhe mjetët edhe nëse gjendje të s'ka qenë shumë stabili, nuk ka marrë fare ndore. Po, e vërtet, po tash ka ndryshu situata.